Kur Anastasia solli në shtëpi një djalë të pastre, dhe i tha nënës së saj që ishte i dashuri i saj, ndodhi skandali i jetës. Por ajo nuk e dinte që pas asaj fytyre të lodhur dhe batanies së ngrisur, fshihi një sekret tronditës. Një gënjeshtër e vogël do të kthente jetën e saj përmbys. Dashuri e papritur, shtatzani dhe një shtukje që la vetëm dhimbje pas. Por kush ishte në të vërtet ky djalë i rrugës? Dhe pse u largua? Pa thënë asnjë fjalë. Ndiqeni historinë në vazhdim dhe do e zbuloni. A je në vete? Pse e solli këtë lackëman? Bërtiti Lidia, kur pa vajzën e saj në prak me një të huaj. Anastasia, një vajzë e mirë por kokofortë me një zemër të butë, ende nuk e dinte se çfarë po sillte ky veprim impulsiv. Në muajt e fundit ajo punonte si infermiere në një klinikë private në periferitë të Krasnodarit. Puna ishte e vështirë, rutinë e përditshme, sëmundje, vuajtje dhe asnjë ngrohtësi për rreth. Koleget ishin zhytur në biseda për rroga, dhurata dhe sallone. Flisnin pas shpine për njëra tjetrën dhe nderonin për pretendues të pasur. Nastja ndjej si një e huaj në këtë grup. Atë mbrëmje ajo kishte mbetur vonë në punë. Një fëmijë me temperaturë të lartë ishte pranuar në repart dhe ajo nuk mund të largohej thjesht. Autobusi i fundit kishte ikur tashmë dhe ajo u nis për në shtëpi nëpërmjet kalimit nëntoksor. Aty, në atë gjysmë errësirë, syt i ran mbi siluetën e një të riu. Ai qëndronte i mbështetur pas muri, i mbështjell me një batanie të grisur dhe lutej për lëmosh. Fytyra ishte e zbetë, shikimi i ulur dhe buzët i dridheshin nga të ftahtit. Nastja ndaloi. Kishte diçka dhimbshëm të njohur te ky djalë. Ajo bëri një hap më afër dhe u drodh. Fytyra e tij ishte si kopje e Artyomit, ishte dashurit të saj, me të cilin kishte përjetuar kohët më të ndryshme, por edhe më të dhimbshme të jetës së saj. Artyom, tha ajo me zë të urët. Djali ngriti syt, mbeti i grirë për një çast, por pastaj u kthye me një anë. Më fal, quhem Nikita. Po gabon, u përgjigj ai. Por Nastja nuk mund të largohej më. Ishte sikur diçka e rëndësishme po ndodhte në atë moment. Ajo shkoi në kafenen më të afërt, bleu një pije të ngrohtë dhe një simit, u kthye tek ai dhe ja zgjati ushqimin. Faleminderit, murmuriti ai, duke kapur simitën me etje. Filluan të bisedonin. Nikita e tregoi se kishte mbetur pa shtëpi. Nëna e tij pinte, njerku e rrihte dhe pastaj e kishin përzën. Nuk kishte dokumente, nuk gjente punë dhe flinte afër stacionit të trenit. Anastasia e kishte mëshiruar, por nuk ishte vetëm nga mëshira që lindi plani i saj. Ishte lodhur nga presioni nënës së saj, e cila i kërkonte që të martohej me një burr normal, domethënë dikë të pasur, të suksesshëm, me apartament dhe makinë. Dëgjoj, i tha ajo Nikitas. Ta bëjmë kështu. Ejani tek unë. Hani, lahu, pusho. Vetëm një gjë, do t'i them nënës sime që i dashurim. Vetëm për inat të saj. Jam lodhur nga ndërhyrjet e saj në jetën time. Ti luaj një rol dhe pastaj ik nëse nuk të pëlqen. Ai hezitoi për një çast, pastaj pohoi me kokë. Kur arritën në shtëpi, nëna e Anastasias gati sa nuk i ra të fikët. Por ajo ishte e vendosur. Nikita qëndroi. Ai doli të ishte çuditërisht i sjellshëm, delikat dhe i rezervuar. Tani shtëpia kishte rafte të riparuara, karige të ndrequra dhe llampa të reja në llambadar. Dhe në zemrën e Anastasias kishte ngrohtësi. Çdo ditë ajo ndjente gjithnjë më shumë lidhje me të. Flisnin për orë të tëra në mbrëmje, gatuanin së bashku dhe qeshnin. Anastasia filloi të ndjente se ndoshta për herë të parë në jetën e saj kishte një person pranë të cilit ndjej vërtet e qetë. Një mbrëmje asaj i u ngërçua këmba. Nikita, pa humbur gjakftodësinë, filloi t'ia masazhonte butësisht shputën, pastaj pjesën e poshtme të këmbës.
Dhimbja u zhduk dhe prekjet u bën gjithnjë më të buta. Ajo u përpoq të ndalonte, por Nikita i përshpëriti. Të dua, Nastja, dhe nëse nuk do, unë largohem, vetëm thuaje fjalën, por Nastja nuk mund të rezistonte ndjenjave të saja. Përqafimi i tyre ishte i vërtet, ashtu si gjithçka që kishte ndodhur mes tyre që nga ajo ditë. Të nesërme, ndërsa Nastja ishte në turn, Lidia i tha Nikitës: "Vajza ime, po luan vetëm me ty. Ajo ka një burr tjetër, të pasur, dhe ti je i përkohshëm. Largoju para se të ta thot vetë." Nikita iku duke lënë gjithçka pas. Nuk përshëndeti askënd, por Nastja u kthye, gjithçka ishte e qartë. Skandali me nënën ishte i tmerrshëm. Ajo u mbyll në dhomë dhe qau gjatë. Një javë më vonë mësoi se ishte shtatzën. Frika i kapi. Babai i fëmijës ishte zhdukur. Nëna, kur ta mësonte, do të kërkonte abort dhe koleget do të qeshin me të pas shpine. Po thuajsi kishte vendosur të ndërpriste shtatzanin, por duke qëndruar shtrirë në karigen ginekologjike, pa pritur kuptoi se nuk mundte. Ky është një pjesë e Nikitës, është fëmia e tyre. Ishte sikur diçka u thye brenda saj. Ajo ndihej vetmuar, e humbur dhe megjithatë e detyruar të ishte e fortë, jo vetëm për veten, por edhe për jetën e re brenda saj. Ditët e saj u bën monotone dhe pa ngjyra. Punë, shtëpi, grindje me nënën, net të kaluara në lot. Por çdo mbrëmje pavarësisht lodhjes, Nastja vishte xhupin dhe shkonte në atë kalim nën toksor. Hapët e saj e johonin mbi pllakat e betonit dhe zemra i rikte fort sa e shikte ndonjë siluet në distancë. Ajo ndalej tek muri ku e kishte parë për herë të parë Nikitën, pështronte fytyrat e kalimtarëve, pyeste të pastrehet, muzikantët rrugor dhe shitasit e stendave. Por askush nuk e kishte parë. Një ditë ajo solli një çantë me ushqim në kalim dhe vendosi mbi një stol me shpresën që nëse ai do të vinte, të paktën të mos mbetej i uritur. Të nesërme në mëngjes çanta ishte bosh. Ajo nuk e dinte nëse kishte qenë ai, por donte të besonte se po. Dhe ky besim nuk e la të mbinte kritësisht. Kaluan muaj, barku i saj rritej, vuante nga toksikoza dhe puna e lodhte. Por besonte, ja vlente të jetonte për hir të fëmijës. Dhe një ditë një makinë e shtrenjtë hyri në oborin e tyre. Prej saj zbriti një burr elegant. Anastasia doli dhe u nguros. Ishte Nikita. Je kthyer. Pas gjithçkaje. Pasi besove në nënën time. Pyeti ajo. Po. Më fal, kam qenë budalla. U largova atëherë sepse isha i sigurt që po luaje me mua. Dhe pastaj e kuptova këtë. Në të vërtetë, nuk jam i pastre. Jam djali i pronarit të një perandorie logjistike në Novosibirsk. Ika nga shtëpia. Nuk e pranoja dot gruan e re të babait pas vdekjes së nënës. Jetova në rrugë, humba vetveten dhe pastaj të takova ty, ta Nikita. Nastja shtrëngoi grushtat. Është shumë vonë, jam shtatzën nga ti, por ti nuk besove, largoju. Dhe ai iku. Por një ditë më vonë mësoi. Anastasia ishte dërguar në spital me gjakderdhje. Ai nxitoi atje, dhuroi gjak, lutej që të shpëtonin atë dhe fëmijën. Qëndroi pranë derës së dhomës, lutej. Kur ajo u ndje më mirë, ai tha: "Më fal, i kam kuptuar të gjitha. Jam me ty për gjithmonë." Ajo i kapi dorën në heshtje. Me ekun që bënte më pas u than: "Do të kemi binjak, një vajzë dhe një djalë." Nikita ndërtoi një shtëpi të ngrohtë në periferi të Novosibirskut, një pyll me pisha. Ai kishte menduar çdo detaj vet, nga mobiljet e buta deri tek dhoma e fëmijëve e zbukuruar me tapeta me arush të këndshëm. Ai rrethoi Anastasian me kujdes, i përgatiste mëngjesin, ja sillte çaj në shtrat, i lexonte libra me zë kur ajo ndjehej keq. Shëndeti i saj u përmirësua përpara syve. Toksikoza u zhduk, oreksi u kthye, buzëqeshja u rukthye.
Edhe Lidia, e cila fillimisht të kishte refuzuar rreptësisht të zhvendosej, së shpejti e kuptoi që Nikita me të vërtet kujdesej për vajzën e saj. Ajo i kërkoi falje atij, dhe Anastasias për të gjitha veprimet e saja, filloi të ndihmonte në shtëpi, thurte çorape për nipërit e ardhshëm dhe gatuante pjatat e preferuara të Anastasias. Në mbrëmje, të tre mblidheshin në verandë, pinin çaj dhe flisnin për të ardhmen. Për herë të parë pas shumë vitesh, në shtëpi mbretëronte paqe, mirëkuptim dhe ngrohtësi. Familja nuk gjeti vetëm qetësi, por gjeti veten. Lidia ishte e vështirë, por foshnjat e lindën të shëndetshëm dhe të fortë. Dashuria e vërtet i mposhti të gjitha, gënjeshtrët, varfërinë, dhimbjen dhe frikën. Dhe askush prej tyre nuk e kuptonte dhe nuk e kujtonte më se si kishte filluar e gjitha. Me një mbrëmje të ftohtë, vjeshte dhe një dorë të shtrirë në një kalim nëntoksor. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori?